Se Allahu Gjelle Gjelaluhu Ademin dhe bijtë e vet nuk i ka krijuar në këtë dunja, po se ata do të jenë objekti dhe qenja tek e cila do të shfaqet disa prej cilësive të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra njeriu ishte ajo qenje ku u manifestua emri Allahu Gjelle Gjelaluhu At-Tawwab, pendim pranuesi, El-Ghaffar, ai cili i fal gjunahet. Pra Allahu Gjelle Gjelalu nuk e krijoi Ademin dhe bijtë e Ademit, po se tek melaçet nuk shfaqej kjo cilësi, nga se nuk ishte gjunahi. E te biri Ademit dhe te Ademi ishte gjunahi, andaj u shfaq makfireti Allahu Gjelle Gjelalu. U shfaq emri Allahu Gjelle Gjelalu El-Afu, ai cili e shlyn gjunahin masi të shba, ai cili, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai cili gëzohet me pendimin e robit, çish gëzohet me istighfarin e robit. Kjo është cilësia Allahu Gjelle Gjelalu, që kur kthehet robi te Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu te bareke ve teala e pranon. Jo pranim të cilit do lloj, po pranim me gëzim. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu, çfarë tha? Fal Allahu ashaddu faraha, Allahu gëzohet ma shumë. Dhe vini re, gëzohet. A e diti kur i gëzushëm çka ban? A e diti kur i gëzushëm çka ban? Shembulli i Allahut është më i lartë. Kur njeri gëzushëm jep, e kur i dhnushëm ndonon. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu gëzohet ma shumë me pendimin e njanit për juve, me kthimin e njanit për juve ka Allahu, me kërkimin e faljes njanit për juve ka Allahu, drejtuar Allahut, ma shumë se kush? Ma shumë se një njeri cili ka met mit dis shkretine. E kush ka met nu dhe e di sa keqo? Kush ka met nu dhe e di? Me gjithë se me met nu dhe në zamanin ton, nuk o si me met nu dhe në atë zaman. Se sot ki telefon, sot është ka qytete, e thirë dikan, kalon dikush, të merë me veti. Por prapo është ciklet. Tha alayhi salatu wassalam, si një njeri cili ka men shkretin, i ka pas ujin edhe bukën ndeve, i ka hub devja, ka ra me pushu, ka ik devja, e lip s'munët me e gjithë, mit dis shkretine, fillon mu tha, deri sa shtrinjet për me dek. Shka të moje, njeri gjallë nuk ka shtrinjet për me dek, dhe qohet prej gjumit, e gjen devja i ka këthije, ujin ta, bukan ta. Pikzimit të madh, kur e she ujin, edhe e she bukën e vet, i rrotullohet gjua. Çka thot? O Allah, ti e robi jem, unë jam zoti jot. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, min shiddetil farah, pikzimit të madh ju ka rrotullu, i ka ndru venët. Dhe njëri e ke pa kur ka gëzim s'di çka fol, i rrotullohen fjalët, se ka gëzim të madh, mua ti edhe e kap shejtani. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A pe dini ç'ket njeri? A e kuptut kush është që njeri? A e kuptut sa gëzohet, që arsyetohet edhe që kjo fjala e madhe që e ka thonë? Para mëno me thonë njeri me vetë dije, o Allah, unë jam zoti jot, ti e robi jem. A ka ma të keq se që kaç? Shka ma keq se që kaç? Mi thonë ti zotit, unë jam zotit, ti e robi. Hasha wa kella. Por ki pikzimit u humbë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njani pi juve kthehet Allahit, i lip fali Allahut, Allahu ma shumë gëzohet se që ki. E na, me qka mujna me gëzu zotin ton të bareke ve teala? Me një istighfar. O zot falem, o Allah falem. Kjo është kitë na qka kena në dunjat të ndëruar që marli. Na nuk falmi pos mi lip Allahit istighfar. Na nuk agjerojna pos mi thënë Allahut na falë o Allah. Na nuk bajna zeqatin kër e japna pos me na falë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj Allahu Gjelle kër e përmeni zeqatin në surën e A'raf, qka tha? Wa rahmeti wasi'at kulle shay. Rahmeti jeme ka kaplu qdo sen. E në akhirat kush e meriton o zota rahmetin tan?
Tha fese e këtubuha lilledhine yu'tune zekate, do t'ja u baj të shkruar rahmetin tem ata çka e japin zeqatin. Pse e jep zeqatin? Me fitu rahmetin, me fitu sadakajën. Pse e jep? Me fitu rahmetin, me ta falë Allah i gjunaj. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, sadakaja e shuan, e fik hidhnimin e Zotit. Ti kur hidhnohesh, ti si njeri kur hidhnohesh, si cili e din se e kini diçka që ka pajtohesh, du të më ka një njeri i madh të ti, që ti masi ti e hidhnu shumë, me të ardha i me thonë leje, edhe ti qetësohesh. Apo Allahu Gjellë Gjellaluhu ne i ka caktu neve vetë, ne i ka kalzue pi rahmetit vetë. Ka thonë bane që ta largohet i dhimi janë bityje. Ka thonë alayhi salatu wassalam, kur jep njeri sadaka me gjunat çka e ka idhnu Zotin, e fik sikur kur e ke kallë zarmin çash i qet uj, çish i qet uj me sadaka. E çka kanë këtë vepra, çka synojnë? Me të falë Allah, me të falë Allah, me t'i falë gjunat. Nëse Allahu t'i falë gjunat, s'ka kur gjasha ka mundësi me të gjetë e keqe. Dhe falja e gjunave o shumë e nënësishme, se pa ta së nëhina në xhenet. Istighfari shkon deri në atë nivel të rëndësijës, sa që nëse na nuk i pagujna gjunat me istighfar këtë dunja, du të mi pagujt me xhenem. Dyja. Andaj që ka tha Allahu gjelua në Kur'an, në surën e Al-Fat, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Tha o Muhammed, sa t'jeshti ati na nuk i dënojna, sa t'jeshti ati na nuk i dënojna. Kur të desë është i qka me ba. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha ata e kanë edhe një mundësi tjetër, nëse e dojnë, mas e të desë është i. Tha nëse i rrini istighfarit pa u da, si dënoj. Qka të kushton me baj istighfar, që shta Hasan al-Basriju? Tha o ju njerëz, bani një istighfar në shpite juve, bani istighfar kur dilni pi shtëpie, bani istighfar kur dilni në pazar, bani istighfar kur t'i shtoni sofrat, bani istighfar, lipni Allahit falje, se shumë gjuna e kena, shumë gjuna e në kanë rrëdhu gjunat, në u kanë bërë litari joni, si shta Muhammed a.s. Se gjunat ban litari hekurit, edhe nuk e lojnë robin me lëviz. E istighfari është ajo vepër që e ban njeriun me e morë vullën e Rabbul Aleminit për me hinë xhenet. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, në xhenet nuk i pos shpirti i pastër. Deri sa tha alayhi salatu wassalam, do të falen disa njerëz, do të hinë xhenet disa njerëz pa llogari. Do njerëz do të shkojnë me kalu siratin si vetëtima, si drita. Pastaj disa me deve, me kuaj, dikush zhak, e zvar, e dikush bjen xhenem. Pastaj ata që bin xhenem, disa pështojnë me shefat. I nxjerr Allahu do me rahmet, me shefat, me do me melaçe. Do i nxjerr me pejgamber, shefatin e pejgamberit. Disa i nxjerr me shefatin e evlat vet, disa i nxjerr me shefatin e shahidave. E kështu me radhë. Mirë po, pak para se me hije në xhenet, tha alayhi salatu wassalam, edhe një llogari është. I thënë qantara, është edhe një urë e vogël do të me kalue. Cila është ajo? Hadallok në mes muslimanëve, në mes veti që janë cakru diçka. I pastron Allahu gjelora komplet, që t'ju thojnë me laqët, hini në xhenet, ti butum, jeni më të mirë që keni ekzistue, andaj selamun aleikum, selami qoftë për juve. Ti butum, ju jeni ka njerëzit mirë. Me çka jeni ba njerëzit mirë? Kanë dhënë dietarët me istighfar. Me istighfar që njeri përlihet me gjunahe. Me çka e pastron veten? Me istighfar. A në njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, Ibn Jauzi, erdhi njëri dha o hoxh, a të baj ma shumë istighfar, a të spi? Pra a tham estakfirullah, a tham subhanallah, cënën ma shumë të tham? Apo, qka i tha Ibn Jauzi, rahmetullahi alej? Tha, kur të përlijën teshat, edhe të banë me zift, qka i banë të tha? A ju qëtë parfem, a i lanë njëherë? Tha i laj. Kur ja qëtë tha parfemin, kur t'jenë tha të pastër ta, tha atëre këshire vetë, nëse ki mu la, ban istighfar. E si t'jesh për parfem, që ti parfem. E shumë prej djetarëve çfarë thanë, miro mi kombinu të dijat, herë me u la, herë me nëzirë parfem. Pse? Sepse na kur s'kena mundësi mu la komplet. Mirë po duhet me edit njeri gjendjen e vetë.
Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ai ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu anhu, çka tha? Tha Allahu te bareke ve teala, "Adhnaba 'abdi dhanba." Ni robi jam e bani një gjuna. Ni robi jam e bani një gjuna. Dhe tha, o Allah falma, o Allah faghfirli, o Allah falma. Çka i thot Allahu kur thush ti o Allah falma? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur robi thot o Allah falma, Allahu i thot, alime abdi, e di ka robi jam. Shiko, kjo shumë e rëndësi. E di ka robi jam se e ka një Zot i cili e fal gjunajin edhe ndoshkon për gjunajin. Ja fala robit tem, ja fala robit tem. Aje e ban për zdyti, e ban për streti, e për skatërti. Tha Allahu gjele gjelalu, fel jef'al abdi ma jesha. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot Allahu, le të baje ki robi jam çka doje. Kanë thonë komentatorët, çka i bje le të baje çka doje, derisa ki ban gjuna, edhe min njerë mas gjuna të do, Allah falem, ja Rab falem, e fal namazin, e bje sejsh dhe balin e vet, e bje ruku, gjunat çka i ka Allahu ja fal, sa e ka kriju për me fal. Pra çka tha Allahu gjelluala, derisa robi jam lip istikfar, le të baje çka doje. Se s'ka mundësi me kime ban qatë gjunaje që me i rezistu rahmetit tem. Ketë qka është, i duhet njëri ju me ban istikfar. Lipi Allahu gjelluala falje, sikur që i tha Nuhi alayhi salatu wassalam, kur u ankuan populli i vet, se na ka kap thatësia, e po na kapin të këqijat. Çka i tha Nuhi alayhi salatu wassalam? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ju thash popullit tem, bani istikfar Allahut, kërkoni falje prej Allahu xhele xhelalu, Allahu ja u fal gjunat juve. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahut na baje prej atyre që bajnë istikfar, prej atyre që kërkojnë falje prej Zotit te bareke ve teala. E lusmi Allahun xhele xhelalu që këtë gjunat ton Allahu t'i fal. E lusmi Allahun te bareke ve teala nga çdo e njoll, nga çdo e lig, Allahut na pastron. Zemrat tona Allahu t'i mbush me iman, t'i mbush me devotshmëri, t'i ban prej zemrave të cilat kur e dëgjojnë emrin e Allahut rënqethen zemrat e tyre. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahut na baje për atyre që e përmendin Zotin e vet. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhele xhelalu na ban për të devotshmëve, na ban për atyre që e duan Muhammed Mustafajen alayhi salatu wassalam.